Dykoriku, falë sukseseve të mëdha në grup moshat e reja të skuadrës, ka arritur një marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare. Klubi nga kryeqyteti ka arritur marrëveshje me markën e njohur italiane Boring Studio. Sot në zyret e klubit është nënshkruar marrëveshja që synon ta dërgojë në një tjetër nivel klubin e Dykorikut. Ovidio Boring, investitor italian, tregon pse zgjodhi pikërisht Dykorikun për ta bërë këtë investim. Jam ardhur në Kosovë me qëllim të investoj dhe dua të bëj këtë pikërisht te kjo skuadër ku ka shumë talent. Do të bëj maksimumin për të arritur objektivat tona në ekipin senior dhe grup moshat zinxhir. Unë i besoj shumë rinisë në Kosovë dhe talentit të tyre për të bërë gjëra të mëdha. E kam zgjedhur pikërisht Dykorikun sepse është një skuadër që fiton shumë me të rinj. Shpresojmë që brenda 3 viteve të arrijmë objektivat tona. Shaban Baholli, përfaqësuesi i klubit, foli për rëndësinë e këtij bashkëpunimi, teksa planet për të janë të qarta. Përndryshe, do të më falenderoj edhe babës Tardian Ismailit, i cili ai i ka preferuar që klubi jonë është i përshtatshëm për këta sponsor. Përndryshe është Muhamet Hoxha, i cili jeton në Itali, bashkëpunimi do të jetë edhe më i madh. Normal që këta e kanë edhe një agencion kreditarëve, ku edhe aty do të mundohem të bashkëpunojmë sa më shumë, kështu që ky është fillimi, ma mërmenja që do të vazhdojë, do të jetë në fillim i mbar. Bashkëpunimi me Boring Studio pritet t'i hap rrugë të rinjve të kësaj skuadre për ta vazhduar karrierën në futbollin italian. Dykoriku gara në ligën e parë në ekipin senior, ndërsa është e para skuadra nga Kosova që ka marrë pjesë në UEFA Youth League, duke shënuar një hap të rëndësishëm për klubin.